Faleminderit për kohën. Së pari dua t'ju pyes se dëgjuam se çfarë tha kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz në kuadër të fjalimit të tij që kishte në konferencën e sigurisë të mbajtur në Munich. Tha se nuk duat që t'ju mbas, se kishte fjalën për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe të tjerat që janë pretendente për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Si konsideroni si një politikan lokal në Munich deklaratat e tilla? Po që të mund të përgjigjim në pyetjen e tillë, duhet ta sqaroj sfaku zanafilen mes raporteve mes të Gjermanisë dhe Kosovës, respektivisht Ballkanit Perëndimor. Duhet të theksojmë se Gjermania është një nga partnerët më të ngushtë politik dhe ekonomik të Kosovës. Ajo njohu Kosovën më njëherë pas pavarësisë së saj në vitin 2008 dhe që atëherë ka mbështetur në mënyrë aktive ndërtimin e vendit dhe të shtetit. Elementet bazë që Gjermania i shef në marrëdhëniet dy palëshe janë mbështetja politike. Gjermania mbështet njohjen ndërkombëtare të Kosovës, angazhimin në siguri, pjesëmarrja në misionin e KFOR-it dhe në trupat e NATO-s për të stabilizuar rajonin, si dhe ekonomia dhe zhvillimi, do të thotë promovimi i reformave administrative, studimi i ligjit, arsimi, si dhe infrastruktura. Një ndër pikat kyçe në këtë marrëdhënie është gjithsesi edhe migracioni, respektivisht diaspora e kosovare në Gjermani, e cila është një diasporë shumë e madhe dhe e formson lidhjet e ngushta në mes, domethënë, shtetit e Gjermanisë dhe shtetit e Kosovës. Gjermania e konsideron Kosovën një faktor kyç për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht kur është në pyetje edhe marrëdhënia e saj me Serbinë. Gjermania ndjek një politikë të jashtme pragmatike dhe të orientuar drejt stabilitetit ndaj Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, e cila është e koordinuar ngushtë me partnerët e NATO-s. Të gjitha këto marrëdhënie i kanë edhe pozicionet e tyre kryesore në të cilat bazohet politika gjermane. Ato janë mbështetja e qartë për integrimin territorial të Kosovës, promovimi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, respektivisht refuzimi i përshkallëzimit nacionaliste, lidhja e progresit të reformave me mbështetje politike dhe ekonomike. Qeveria gjermane e shet Gjermaninë në një rol udhëheqës ndërmjetësues brenda Evropës, veçanërisht në lidhje me parandalimin e krizave në Ballkan. Kjo është një çështje të cilat politika kosovare në asnjë moment nuk guxon ta lënë brapa. Derisa në politikën globale, Gjermania ndjek 3 qëllime strategjike në kontekstin e Ballkanit Perëndimor: integrimi në Bashkinë Evropiane, stabiliteti dhe siguria, si dhe sundimi i ligjit dhe demokracia. Ska të thotë se Gjermania e shef Ballkanin Perëndimor me u kthye te pyetja dhe vetë Kosovën në Bashkinë Evropiane, por që kjo të bëhet pjesë e Bashkisë Evropiane, janë edhe disa raporte të cilat duhet të përmirësohen, respektivisht disa hapa të cilat duhen të realizohen. E kemi pa që gjatë kësaj jave, kancelari gjerman i dërgoi një letër urimi për rizgjedhjen në krye të qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministrit Albin Kurti. Çka do të thotë kjo letër dhe ky urim dhe po ashtu edhe kërkesat që i kishte në një farë forme Merz për Kurtin për raportet kosovaro-gjermane? Po unë mendoj se në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjithsesi të gjitha raportet, respektivisht të gjitha premtimet ose marrëveshjet të cilat janë realizuar gjatë kohës, janë premtimet të cilat edhe duhet të futen në funksionalitet. Gjithsesi që qeveritë e Kosovës të ndryshme, domethënë, kanë bërë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk do të thotë që një qeveri e cila është e re tani ose e cila ka ndryshuar që duhet të ikë marrëveshjeve të tilla, por në dialog me Gjermaninë dhe me Bashkinë Ndërkombëtare duhet të arrijnë qëllimet të cilat janë për që Kosova të ruan së pari integritetin territorial, por edhe sigurinë si të tillë. Javën e kaluar ishte konferenca e sigurisë dhe në një takim me Florian Hahn, i cili është ministër i shtetit në
për punë të jashtme dhe njeriu kyç i Gjermanisë për sigurinë, ja bënë një pyetje direkte çka mendon ai për respektivisht për Kosovën dhe qeverinë e cila tani veç është formuar, dhe ishte një përgjigje paksa me pritje. Do të thotë që pritjet e Gjermanisë janë se qeveria e re thjesht të jetë më konstruktive. Që i bjen sipas neve që duhet të ulet në tavolinë e bisedimeve, duhet të bashkëpunojmë me bashkinë ndërkombëtare, nuk duhet të jetë refuzuese respektivisht bashku me bashkinë ndërkombëtare, ashtu sikurse është çliruar Kosova, ashtu edhe të vazhdohet në ndërtimin e shtetit. Ju po rikandidoni për të qenë antar i Këshillit të Bashkiak në qytetin e Minihut, që është kryeqyteti i Bavarisë. Cilat janë gjasat që të rizjeni sërish në këtë post dhe sa janë të rëndësishme vota që vinë nga diaspora, sidomos nga diaspora shqiptare dhe kosovare, e cila është më në numër në gjithë bashkimin evropian, sidomos në Gjermani? Unë jam në Këshillin Bashkiak të Minihut në legjislaturën që është në ikje dhe kam rikandiduar sërish. Besoj që personalisht shansat janë të mira, besoj se diaspora shqiptare, respektivisht komuniteti shqiptar këto, po e bën më të mirën të mundshme që të më përkrahin, duke pas parasysh se një numër jo i madh këtyre kanë shtetësinë gjermane, nga se në këto zgjedhje fatkeqësisht guxojnë të votojnë vetëm qytetarët që kanë shtetësi gjermane dhe qytetarët që kanë shtetësi nga shtetet e Bashkisë Evropiane. Dhe kështu mendoj që fuqia e komunitetit shqiptar këtu është shikon mes 3 deri në 5.000 vota, që realisht në volumin e votave të nësishme që më duhen mua që të jem përsëri pjesë e bashkësisë e Këshillit Bashkiak, e cila është diku parafërsisht plus minus 160.000 vota, është në vogël, por nuk është e parëndësishme. Nga se shqiptarët me mundësinë e tyre që kanë, mund të ma jepin atë më të mirën të mundshme, respektivisht para emrit tim, mund të shënojnë numrin 3, me cilën do më thonë mi jepin mua 3 vota, dhe kështu që ajo do të më ndihmon të shumë. Nëse mund të sqaroj, çdo qytetar i cili voton në këto zgjedhje i ka 80 vota. Pse 80 vota? Nga se në parlamentin e Minihut janë 80 këshilltar ose deputet. Dhe për këtë arsye, do të thonë, i ka secili qytetar 80 vota. Dhe maksimumi që mundet një person të jep vota një kandidatit është 3. Do të thonë, fillon me 1, 2 ose 3. Dhe 3-shi nga shqiptarët do të ishte për mua me të vërtet një ndihmesë e madhe dhe unë shpresoj dhe besoj fuqishëm se ata do të bëjnë më të mirë të mundshme. U jam falendërues edhe shumë aktivistëve të cilët këto ditë po më përkrahin, po lobojnë gjithandej nëpër München, nëpër firmat e tyre, nëpër restoranet e tyre, në shoqatat e tyre, dhe vërtet përkrahja është mahnitse.